Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, and I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky torn inside. Nej, morgon Okej, Mari må få bli. Bisa vasa thot nai, mirë që po ma ujtët. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Hello YouTube-im, njërë se erdhët. Ne ishim në detyrë, ishim babysitter sot. Edhe djendar. Po, kemi marrë një padandit për sëri. Me kënaqësi më të madhe I marrim, por ata kanë qef tash që arritur, kanë qef vetë të vinë në para, edhe marrin Antin në telefon edhe I thon: "Adi, ich möchte schlafen bei dir. Dua të flen nga ty", I thon. Edhe I thot Antin I marrim shpesh gaty në gjokë, shumë në gjë që kanë qef ato makarona, për shumë pasta ose Qa kanë qef ato makarona me gjalp kanë qef. Po patate I bëjmë. Po nuk është puna vetëm për të ngrënë, por lozin kanë aq shumë energji, sidomos ai I vogli, janë të papar. Tamam. Ishim edhe tek një ferëm, pim një cappuccino, pim me I thënë që se 20 herë, 20 herë tu I thënë që stop njeri, stop tjetri, qaj njeri, jo aty se është geferli, që jo aty se është Aso ka qenë ko shumë e mirë. Po, as tot, as vap, djel, parku ishte plot me fëmijë. Me loza ty, pime dhe të kafe rehat, pak. Rehat zizë. Okej, pastaj u qoshim, vazhdimisht se bëjnë gjona, qa bëjnë madhi do t'i bëjnë dhe kuj vogli, edhe I vogli si po do, kemi frikë në zvrite, po. Edhe nuk duhem të bje. Staj në fund fare. Bërë një kakt madhe, një kakt që o zë qa herë madhe. Thash se nëzora zorët. Gjithmonë kam pas idenë që s'do I kisha problem. Do më thënë të ndërroja fëmijë, mendoja se gjithmonë se kam pas idenë që s'do I kisha... Po mu është e dyta herë gati që ndroj. Po se I nuk pranon që unë ta ndërroj. Po, thot me andi, edhe me ndru robat me vonë për gjumë, edhe me ndru pampersin, do vetëm me mu. Nuk pranon, adi, unë këlladi. Po. Me gjëgje adi. Po, I merë gjëmë dhe vje ke unë. Nuk pranon me mua, më bërtet, jo më thot, mua turp, jo turp. Di unë qa të dhe ima të dhe. Edhe të shumë. Po. Edhe e hajën atë. O zoti ma... Shiko, fëmijët janë dashuria, njet janë, ku ta di unë. Mësë ato gjitha është këshu është, por nuk është e. Por në kanë lodhër sot. Ne, plus që ne sime akoma sërit mirë. Po, edhe ata na bëjmë presion, na knaqin. Ti jenë fëmijë 3 vjeç dhe 5 vjeç edhe ai vogli e ka kuptu nga I madhi edhe nuk I përna I gjatë thot dua të ikit të mami, dua të ikit të gjyshja dhe nise qanë Është sa vjen edhe thonë më pakën, fillim e thoshin shumë, të shqe thonë më pak, se mësojnë me ne, rinë Po, dashurit Po që knaqëm e aq edhe u lodhëm E shora 3, shpia është bërë si kur I ka rëmë bomba, nuk e di, po flisja me mamin, më thak mami, po, sa rëmuj, po s'ka të bërë. Ato të lozin, hudhin gjona, hapin gjona, se ka dhe shumë vekle që I kalon njerë si këshu, që lene për tavolina, se ka që ne si lujmë. Edhe I ka gjë gjo me dorë, kjo
radio që kemi në kështu e lodhë, ndronë radion, e shtype, neze. Thot mu, do bëj muzikë, më thot mu. Do bëj Çdo gjë bëjnë. Por tash është kënaqësi, për mua të vinë çdo fundjavë është kënaqësi, unë se kam problem. Edhe mbaj mend, njëra nuset e xhaxhit tim ka qenë dashuri tike ai xhaxhi. O zot, ka qenë fest kur isha e vogël. Ne që ai ka dhe 3 fëmijë, edhe fest, po, fest. Edhe nusja xhaxhi gjithmonë bënte gjëra të mira për të ngrënë. Okej, unë kam qenë më e madhe se këta, kur mbaj mend 10, 12, 15, por gjithmonë ka qenë një kënaqësi e papartike të shtëpia atyre. Edhe unë doja shumë që unë të isha ajo nusja e xhaxhit për një prej të andit. Po, edhe i them unë, kush jam unë? Ethi! Ai nuk fal me tha, po Ersi kështu e thotë. Na ajo që Ersi gjermanisht është Erzi. Po ai thotë Ersi. Po, edhe nuk e thot dot Erzi, edhe më thot Erthi. Kush ai tjetër më thot Erzi, ma thon kështu gjermanisht emrin, si më punë. Edhe gjithë njerëzit më thonë, "Ore, si quhesh ti?" Sa unë i them Ersi. Po ato e përdorin sën z, edhe më thonë Erzi, edhe pastaj rrinë më thonë, "Po nuk ishte emri jot Erzi." Si ishte emri jot? Nuk e me zi kështu shqiptojnë. Shqiptojnë sën hiç ganix. Po thash u kënaqëm, këta na ndihmojnë të praktikojmë edhe gjermanisht. Po folim gjermanisht, ai madhe flet, është 5 vjeç normalisht. Po ka ikur kopë, është një gjitha, edhe ky po. Sani themi ne për çfarë përdoret kjo dhe ai ta shpjegon. Është shumë mirë. Çfarë është kjo dhe ai edhe e gjen emrin e thot. Jam mëson dhe me fëmijë. Po, shumë. Tash ne dajmë çik buk. Sepse pleshuri 30 vjeçë. Bajta loza. Loza ke një. Është një kunj kështu që rrollohet. Se po merr mend që kur e kuptoj. Komo çu poshtë edhe rrollohet, është një kunj i vogël. Edhe i thash ti të madhit, më rrotulloj çik i thash. Di, çajo këtu lart, çfarë ke herë. I thash ti të madhit, baby, më rrotulloj çik i thash që të rrotullohet, se vetë bëja dot, më rrotulloj ai pa i nuk pushonte edhe rrotullonte atë dhe unë që rrotullohesha tensioni, mosha. Mosha e lëvizit tensioni. Edhe i thoja Andit, hajde stop, ky më rrite pshifte edhe nuk vinte. Unë thë, jo më përda vashtë, shpenova se është problem. Po merrshin mentor, po më të me vjell, po merrshin anë shumë. Unë i thëja edhe kjo rrite pshifte kështu. Shifte kështu, që bënë e dy me, që përbën më përdisja, kuj që përbën. Edhe i thoshtë të gjysha erës. E më thoshtë në taj, dhe i thëja atyre ju nuk jeni me shokët e misa nuk më timuat. Edhe më tha i vogële, pse i për ati? O knaqëm. Sinqerisht e kam një, kemi kalu shumë mirë. Të që të bëjmë një balë shumë madhe. Shumë madhe, të s'ku që potatë. Ndorë. Unkëll? Ato që. Nuk do t'i thua njeriu që bën ati që arrjeti. Tash, se të shi do të ri, thashën dhe mos e them asnjoni që jo aty, kujdes atje. Ullu poshtë, mos shko atje. Duhet të ri, thash pushë. 얘기가 재미없어진 이유를 찾았어. I've been wasting all this time finding words to let go. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. I don't think it's you, might be me. There's just so many things going on. But when I'm with you, it feels so new. Cause I'm on a secret, I'm all alone falling. I've been off and on with you. Tell me why it's so hard to choose. Going in circles, running round. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that Kur s'ke kafe në shtëpi është justifikimi perfekt për të dalë dhe për ta pirë jashtë.
Edhe vetëm bën edhe pak pazar, merr edhe një kafe që në pikë të mëngjesit, se për ndryshe nis dhimbja e kokës. Thyen edhe xhamin e telefonit, por është xhami mbrojtës shoqërse Deçmëra pika kur e pash. Edhe mora kët ice kafe, shumë e lezetshme pas kam bërë, jam te Lotus. Lean into the tension for release. Good things come with ease. Don't resist. Thoughts and words hold power to make life. You will always win if you. Edhe në shtëpi lashet e pazarin, tu bleva, qa bleva, si gjes bleva, 60 euro I argjova. Tua tregoj, si fillim, me që kjo është e para. Mora kët budallikun, kët mbrokun tek peni për të ngrirë karrotat, trangujt, gjerat kështu që bëhen kështu edhe sallatën. Këtë e ka pasur edhe mami im që në rinin e saj kur ka ardhur nga Greqia në Shqipëri e kishte marrë me vete, edhe ne kemi pas përdorur jashtëzakonisht shumë për të ngrirë sallatën. E ngrin shumë kollaj këtë me lakër. Tani ajo e mamit është pak më ndryshe. Mora disa lule kështu të verdha, lule narcisti, se kisha kopa I marrë dhe I kam qef. Edhe kushtojnë 90 cent një tuf, që kështu mora 2 tufa. Mora një biftek viçi për veten time, për drek ta bëj direkt, se më ka marrë malli. Edhe kunguj, që do bëj gjell edhe me bizele, edhe do bëj kungull me kos se shkon perfekte si tip taratori për Antin, ta ja ka shumë qef. Fytyra ime dhe flokët e mia ka nevojë për një kujdesje shumë urgjente. Mora dhe disa fara, se më kanë ngelur dy vazo pa mbjell, që kështu. Mora këto, mora një qajeti, një si tip majdanosi, parsley. Mora një rigon, se nuk po mbinte emër atë parë, një rigon, kjo mbillet në prill deri në korrik, që kështu mendoj se do jetë okay për të mbjell tashi. Mora dhe një bërzelok isha që isha, thash po I provoj njerë, po I mbjell që brenda që të rriten edhe pastaj ti mbjell jashtë. Arsyeja pse dola ishin bojrat e floput, doja të thaja kokën se më është bërë shumë keq, por thash ma të rast po I lyej para se të laj dhe kjo është boja ime e preferuar, që kur e kam zbuluar, nuk e di është perfekte, është me keratin, të shkëlqen floku, ta mban shumë mirë, por është pak I shtrenjtë, kushton 15 euro një tek DM-ja. Derisa sot të mëngjes u kujtova thash, jo më saktë e pash që kisha ardhur dhe te Rosmani. Edhe Rosmani ka një app që ti mund të aktivizosh 10% ullje në Gjermani. Merr appin edhe gjithë kohës ke kupona me 10% ullje. A thash po iki atje po e marr nga 15 euro që ishte edhe atje, thash po e marr 13 euro e gjys. Vat atje ishte bërë 11 euro, që kështu mora vetëm për 10 euro bashkë me 10%. I thash Andit s'kishte më të kërkuisha unë, por kur ka punën Andi është në Rosman shumë I madh. Edhe I thash të më marrë një 4-5 që ti kem në shtëpi, edhe se unë luaj flokët njerë në një muaj e pak, që shumë mirë I bie, mosa gjë 15 euro, se lekët e mia janë. Mora edhe një kolgate ishte numër 1 me fasha me gjëra, thash po e marr. Edhe një kështu për dhëmbët. Këto mora edhe ikën. A mora edhe një që tjetër, ku e lash? Mora një për thojt, se thash se argjova 30 euro. Mora këtë ngjyrën për thojt. Kjo është firma ime e preferuar për produktet e thojmve, edhe mora një ngjyrë kështu, që quhet glaze. Tani nuk e di si mund të rri, se thojnë mi janë bërë për të bërë. Më tuk interesante, thash për ta shi pranverë, verë. Më duket se pas kam fotokat, se që nga shumë tut. Ta shoh njerë kur t'i lyj, s'tu ka gjashu. Për bukur që. Më duket se bukur është, ja. 10 euro bende, kjo, manikyri. Said you needed more time to think, so you went away. Ka brënda këtë ngjyrën, do të më thënë, edhe ekstra ka këtë që është keratin, edhe jep shkëlqim flokëve. My hair closed the door,
even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long. Since you've been gone away, you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, you've been gone away. 11 days, 11 days, 50. I leva flokët edhe mund të them që dolën perfekte. Shumë të bukur. Më pëlqen shumë kjo boja, edhe ka një shkëlqim fantastik. Edhe po dal me Andin, edhe para se të dalim po ikim në një vend shumë të shtrenjtë, shumë luxury, që është karburanti, edhe me 2,26.9 cent që është litra, bën mirë që të jetë një vend shumë i shtrenjtë aty Andi po mbush makinën. Për zotin shumë është rritur nafta, jashtëzakonisht shumë. Para se të ndodhte kjo situata e luftës, ishte 1,71, tashi është 2,26. Por jemi me fat të paktën se makina jona harxhon shumë pak si makinë, shumë e mirë, domethënë për argjim është perfekte, po si makinë harxhon me vërtet minimalisht. Vetëm një salvatore do plot në muaj, në varësi të dalvës ose një salvatore gjys, edhe kjo është shumë mirë që ne udhtojmë gati çdo fundjavë, unë iki në punë, por Andi nuk e merr për në punë, që kështu vetëm unë çaj përdor gjatë ditës. Tash Andi po ikën ta pagoj, edhe unë po pres. Por flokët thash kanë dalë perfekte. Kjo boja me vërtet shumë e mirë. I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, Dhe jemi në Recklinhaus. po Andi bëri një pazar të vogël për veten e vet. Edhe ka, më ja doshim me pa diçka për gruan. Gruaja nuk gjeti qeta. Ti si gjithmonë ti Mora një paltuta 30 euro. Një palto të shkurtra. shkurtra. Janë shumë të bukura. Edhe sot gjithë ditën dielli ka lozur ku ka fsheti. Saktë ardhe. Dil shi, ftohtë, erë, dil dielli. Por ka qenë gjithë dita e Perëndis. Edhe tham bleu ato Andi, tashi po ecim, do ikim të ulem te një kafe. Sa i kishim ministë që ke shtëpia bashkë me idenë Po. e kafes, kafe. Për të dy jemi kështu. Në pikë të fundit për një pikë kafe. Jo për gjova nga ka marru dhe kafe ke shtëpia. Po, ju a thash që parë. Edhe tani kemi dalë, tani doli një 2 rreze diell. Sa dojmë ne aty te kafja në shiu. Për pak të në ka zënë që gjithë kohës kur kemi qenë brenda shi. Jashtë s'na ka zënë. Edhe kur isha në punë, kur erdha nuk ishte shi. Interesante. Kur ishte makinë kishte shi. Ta kanë një Tek Max shumë të madh, por e kemi thënë që kur s'më kanë marrë në punë, s'u jam mërzitur më. Nuk i ka mirë punët e ka maksimum. Faktikisht edhe kjo hëmaja s'më mori në punë, po s'më shmërzitur. Ja, maja kur. Gjithë jetën e kam pas shef. Edhe kur vinte Andi të vllai në Gjermani, thoja, Stoneta i ik më burit të bëjnë rrugulluj dritë aty mrena, shifsha plot manekinë dhe e më dukte si manekin. Shife, kthe kovrën, shif prapat e... Edhe e Edhe gjithë ishte njeri. Do më nëzë është manekin. Kjo ishte bërë shumë e bukur për Krishtlindjet, kjo pjesa këtu. Kjo bëjë gjithmonë e bukur. Po tashi Na kena s'qen qenë? ka aq shumë e bukur. Por ne do ikim të pijmë kafe. darling, please forgive me if I stare a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Kjo këtu i bie që t'jetë si kështjell. Me murë rrethues kështu. Që është shumë qytet i bukur. Edhe hera parë që e shëtisim, se kemi qenë njëherë më para, po i kemi rënë vetëm mes për mes Altstatit edhe nuk e kemi parë. Kurse sot po e shikojmë më shumë, edhe me ndryshimin e orës, duket sikur kemi fituar një orë më shumë eksperiencë për të shëtitur. Por na zuri dhe pak shiu tash, po nxitojmë
Wow, sa e bukur. Duhet ta vizitoni nëse jeni afër. Mua më pëlqen dhe e di që disa për ju jetojnë këtu se më kanë thënë hajde erë pim kafe, hajde. Po do vin kam. Nga zuri një super shi. E mora mësysh se thash nuk nga zuri asnjë shi sot. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where